afër rreth 1 milion qytetarë të Kosovës, duke përfshirë diasporën, kanë tregu vërtet një nivel të lartë pjekurisë me pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet parlamentare. Ajo që ka po bën Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosur si partia e parë që ka ndalë në të zgjedhje, është e kundërta e kësaj, sepse po vazhdojnë ta marrin shtetin peng për hir të Albulena Haxhiut, për cilën po ngulin këmbë që të jetë kryetare e kuvendit, pa çka që tashmë secili qytetar në Kosovë din që ajo se ka mbështetjen, se ka votat dhe s'ka shumicën parlamentare. Vërtet është përkeqardhje ky tentim fshehje prapas skemave kundërligjore dhe kundërkushtetuese përmes kësaj komisionit për një votim të fshehur që është, siç e dim tashmë të gjithë, i paligjshëm, me qenë se procesi i votimit tashmë ka filluar, por situata është kjo që është dhe duket se ato që kam thënë edhe më herët se Albulena Haxhiu për Albin Kurtin është marrë rëndësish nëse rreth 1 milion qytetarë të Kosovës tashmë është fakt i dëshmuar. Ka shumë shtete që i kanë mbajtur zgjedhjet e do t'i mbajnë zgjedhjet gjatë këtyre ditëve dhe ndoshta ata edhe do t'i themelojnë institucionet e tyre, por me këtë çështje, me këtë arbitraritet, ne do të mbesim pa institucione sepse një gjë është evidente. Albin Kurti nuk i ka numrat për të bërë kryeministër dhe një herë, andaj për të mos ardhur deri aty po na mban peng gjithë neve bashkë si qytetar, si deputet, si institucione këtu në kuvendin e Kosovës çdo 2 ditë duke e përsëritur të njëjtin skenar me rezultatin e njëjtë. Unë i uroj sot Republikës Shqipërisë dhe gjithë qytetarëve atje një proces të mbarë zgjedhor dhe shpresoj që verdikti i qytetarëve atje të përkthehet sa më shpejt me themelim të institucioneve, gjë që fatkeqësisht vendin tonë s'po ndodh për shkak të arbitraritetit dhe të insistimit kundërligjor të zotit Kurti. Faleminderit. Ajo është edhe një deklaratë tallë, se realisht që i tallë qytetarët e vendit tonë, të cilët e dinë fort mirë që jo që është krizë, por është një krizë që po thellohet çdo ditë. Kanë kaluar më shumë se 3 muaj prej mbajtjes zgjedhjeve dhe ne s'kemi as kuvend as qeveri. Nëse kjo s'është krizë, unë nuk e di çka po pret zoti Kurti, se nuk na godet ndonjë meteor nga qielli për më na thellu krizën edhe me fatkeqësi natyrore. Por ne kemi fatkeqësi institucionale, po i them kështu figurativisht. Dhe kjo për shkak të tij, të kryenetësisë tij, të insistimit tij, të arbitraritetit tij, për një kandidatë që si ka pas nuk i ka e as nuk do t'i ketë votat për të bërë kryetare kuvend. Cilën iniciative po të fjalën në LDK-s? Se kam qartë? Sot. Po. Nuk kam informat nëse bëhet fjalë për një kërkesë që ndëlidhet me zërëjen për anulimin e tarifave, padyshim që mbështesim. Unë kam thënë ndoshta në një nga konferencat e para këtu pas dështimit të seancave që ne do duhet ta kishim konstituuar kuvendin në mënyrë që sa më shpejt ndërmarrim iniciativat për të shkarkuar anëtarët e bordit të zërëjes, për të marrë veprimet për të anuluar rritjen e tarifave të energjisë, për të marrë veprimet të cilat e krijojnë një stabilitet edhe me çmimet përgjithësi, por kjo është e pamundshme me qenë se nuk kemi institucione, kështu që besoj që deputetët do ta mbështesin një gjë të tillë. Për sa i përket rastit në gjykatën kushtetuese, unë çdo iniciativë që ka për qëllim me dalë prej krizës, me dalë prej blokadës, Partia Demokratike e Kosovës e mbështet dhe do ta mbështes. Nuk mund të flas konkretisht për këtë, pres një komunikim me ekspertët tonë për sa i përket meritës lëndës, por në kuptimin parimor, po e them çfarë do veprimi që mundet me pas një ndikim në zhbllokim të situatës, ne jemi të interesuar me ndodh. Këtë kemi dëshmuar deri tash, për këtë po bëj ftesë edhe një herë sot zotit Kurti, ndroje kandidatën, sille sot mas dite, një kandidat ose një kandidatë që ti e din që e ka lënë 61 voçin edhe të hecin përpara tutjen në afatet kushtetuese.
Deklarata ime dhe Partisë Demokratike të Kosovës ka qenë e qartë për çfarë përket rolit të presidentës, sepse ajo ka mandat legjitim. Ne s'kemi as kryeministër legjitim, s'kemi as kryetar kuvendi më, kemi vetëm presidentin që është mandatin e saj dhe që ka prerogativin kushtetues për të garantuar, siç thuhet, unitetin qytetar. Në këtë kuadër, në këtë krizë, unë besoj që presidentja mund të marrë një rol të paktën ndoshta për të organizuar atë rryezë që e kemi hamensuar edhe ne, i takon asaj që të vendos kur Partia Demokratike e Kosovës e dini që në çfarëdo takimit që mund të lidhet me zhbllokimin e situatës do të merr pjesë. Ka një tendencë të vazhdueshme për të bllokuar konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. E kemi Kushtetutën e Republikës së Kosovës, e kemi aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, e kemi letrën e presidentës Osmani. Së pari, aktgjykimi i gjykatës kushtetuese thekson që deputetët në seancën konstituive, pra është e cekur shprehimisht, duhet të votojnë për, kundër ose të abstenojnë dhe nuk mund të lirohen nga ky rregullim. Po ashtu, ju e dini që zoti Dohari, kryesuesi i seancës konstituive, i është drejtuar presidentës Osmani për pengesat që i vendoste opozita dhe bllokonte konstituimin e kuvendit. Dhe edhe në letrën e presidentës thuhet që duhet në mes të subjekteve politike që të gjendet një zgjidhje për të konstituar kuvendin e Republikës së Kosovës. Opozita po vazhdon me një qasje destruktive, me një qasje të papranueshme, duke mos marrë përgjegjësinë që ju takon. Është përgjegjësi e gjithë deputetëve të kuvendit të Republikës së Kosovës, pra që të votojnë për, kundër ose të abstenojnë, dhe është përgjegjësi e tyre që të konstituojnë kuvendin e Republikës së Kosovës. Siç e ka thënë edhe kryeministri Kurti dje në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes tonë, kryetari dhe nënkryetarët zgjedhen nga deputetët e kuvendit dhe është në të njëjtin paragraf, pra në të njëjtin nen. Prandaj duhet që të dalim nga kjo situatë. Ne kemi tashmë një propozim të kryesuesit të seancës për votim të fshehtë që njeh edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese dhe është një votim shumë demokratik, siç e kam thënë. Prandaj ta po refuzojnë që të marrin pjesë në votim, le të votojnë kundër. Nëse nuk pajtohen me këtë komision, le të votojnë kundër, le të abstenojnë, ashtu siç edhe thot aktgjykimi i gjykatës, por këta kanë vendosur që vetëm të vinë aty, të qëndrojnë aty dhe të mos votojnë. Mendoj që kjo është sjellje e papranueshme, është shumë sjellje destruktive. Mendoj që secili nga ne duhet ta marrë përgjegjësinë. Ne çfarëdo që është bërë nga ne, ne e kemi adresuar. Ju e dini që qysh nga fillimi ka pasur tendenca për të bllokuar konstituimin e kuvendit, por besoj që së fundi ose më së miri të veprim këtë sjellje do ta vlerësojnë qytetarët e Republikës së Kosovës.